E trisht vuante nga një sëmundje rënd ndahet nga jeta aktori i njohur James Van Der Beek, aktori i njohur për rolin ikon të Dyson Leary në serialin kult për adoleshent Dawson Creek, është ndarë nga jeta në moshën 48 vjeç pas një betejë të gjatë me kancerin e zorëve. Lajmi për vdekjen e tij e bëri të ditur bashkëshortja e tij përmes një njoftimi në Instagram. Aktori ishte diagnostikuar me kancer të zorëve, një luftë që e bëri publike që nga nëntori vitit kaluar, kur aktori bëri diagnozën publike duke thënë se ishte duke u nënshtruar trajtimit me mbështetjen e familjes së tij. Pavarësisht sëmundjes, ai vazhdoi të punonte dhe u shfaq së fundmi edhe në një episod të Walker. Një vit pasi bëri publik diagnozën, aktori nxori në ankan disa nga kujtimet e karrierës së tij për të ndihmuar në mbulimin e kostove të trajtimit. Kasti i Dawson Creek organizoi gjithashtu një aktivitet bamirësie për shoqatën e kancerit në New York, ku në minutën e fundit ai nuk mund të merrte pjesë për arsye shëndetësore. Lindur në 8 mars vitit 1977 në Cheshire, Van Der Beek debutoi në ekran vitin 1993 dhe arriti famën e tij të madhe me Dawson Creek, që u transmetuan vitin 1998 deri në vitin 2003. Në karrierën e tij ai luajti në filma e seriale të tjera dhe u shfaq edhe në teatro, përfshirë debutimin e tij edhe në Broadway.